rritje nga një korriki në 500 euro. Kështu, qeveria jonë ka udhëhequr gjatë kohës më të vështirë sa i përket zhvillimeve ekonomike ndërkombëtare. Do të thotë, e dim se ne kemi filluar udhëheqjen me njerë pas pandemisë, kemi vazhduar me luftën gjatë kohës së luftës në Ukrainë dhe pastaj deri tani. Kjo çështje neve na ka detyruar që të implementojmë shumë politika për të cilat kanë rritur fuqinë blerëse tek popullata, duke filluar nga rritja e pagës minimale për sektorin privat dhe po ashtu të rritjes së njëpasnjëshme të pagës tek sektori publik. Për më tepër, ne kemi pasur një ndër paketat më efektive sipas vlerësimit të Bankës Botërore për kundërshtimin, do të thotë për luftimin e inflacionit, ku në një kohë ka përbërë rreth 4.5% të bruto produktit vendor. Ne kemi bërë gjitha këto dhe edhe pse rreth 80% e inflacionit të krijuar brenda Kosovës, që është akumulativ gjatë viteve të qeverisës tonë diku rreth 21%, 80% e atij inflacioni është importuar, sepse ne e dim si ekonomi do të të mvaremi nga importi në një relacion tani 1:6, ka qenë dikur 1:19, para marrjes së qeverisë tonë. Prandaj, të gjitha ato politika, në kombinim me të gjitha intervenimet të tjera që kemi bërë si në sektorin privat, si në sektorin publik, sikurse në rritjen e mirëqenies së qytetarëve, kanë ndikuar që të balancojmë efektin e inflacionit tek qytetari. Ne mendojmë të vazhdojmë këto, për më tepër, po ashtu edhe kemi kaluar në Kuvendin e Kosovës edhe ligjin për çmimin tavan, ligji i cili është kundërshtuar nga opozita dhe është dërguar tek gjykata kushtetuese, me qrast edhe gjykata kushtetuese ka kundërshtuar këtë. Ai ka qenë një ndër instrumentet më të rëndësishme për të kontrolluar edhe aspektin spekulativ të çmimeve të tregtisë të importuara nga jashtë. Pra, çfarë kemi në plan tash? Tani, në plan çka kemi, ne do të vazhdojmë të ngrisim bazën ekonomike me ngritjen e pagës minimale në sektorin privat, siç edhe e kemi miratuar në nivel të qeverisë nga 425 që do të jetë deri me pej 1 janari deri me 31 korrik 2026, rritje nga një korriki në 500 euro. Ky ndikim do të ketë ndikim në fuqinë blerëse të punëtorëve në sektorin privat që përbëjnë diku rreth 80% të fuqisë punëtore të përgjithshme në Republikën e Kosovës. Po ashtu, siç besoj edhe... Dhe besoni që ul inflacionin pastaj? Padyshim, nuk është çështje që ul inflacionin, siç ju tregova edhe më herët, do të thotë 80% e inflacionit është importuar. Do të thotë ne varim nga tregjet e jashtme, tregjet e produkteve, tregjet e produkteve, sepse mielli, vaji, nafta, gjëra të cilat janë jashtë kontrollit tonë. Ne marrim masa për ta luftuar, për ta mbajtur fuqinë blerëse të qytetarit. Prandaj, një nga 5 vendimet e para është kalimi i ligjit për çmimet tavan, që nënkupton luftimin drejt për drejt të spekulimit që ndodh nga çmimet e tregut